Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot më të radhashura me ju përsëri të ndoj një iftar tradicional, ku për iftar kam përgatit si meny kryesore orez me kofsha pule, bukë ramazani, supë nga lëngu i kofshave dhe me kofsh, si ëmbëlsirë kam baklavë, recetën e baklavës e keni parë, si sallatë, kam zgjedhur të kem sallatë shope, hurme dhe fiq. Besoj se kam ju pëlqy mënyra se si e kam përgatitur këtë iftar tradicional. Për këtë iftar do i përgatis bukë të Ramazanit, pra unë do përgatis 2 bukë të vogla dhe për atë arsye jam duke përdorur mosa më të vogla. Në një enë më të madhe hedhim 1 filxhan me ujë të vakët, 1 filxhan me qumësht të vakët, shtoj 1 lugë gjelle me sheqer, dhe ja shtoj 1 lugë gjelle jo të mbushur plot me maja buke. E përzi masën që të aktivizohet maja e bukës dhe ja shtoj millin. Masat e millit nuk dihen asnjëherë fikse, derisa ta formojmë një brumë me trashësi mesatare. Ja shtoj 1 lugë e gjysmë të mesme me krip, masën në fillim e përzi kështu me lugë dhe brumin do e punoj me dorë kështu derisa të mbledhet mirë. E ngjeshi derisa ta largohet brumi, largohet tërësisht nga dora. Shtoj mirë. Kemi punuar brumin, na ka dalë një brumë me trashësi mesatare. Enën ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe lajmë në ambient grodhome që brumi pushoj për 1 orë. Brumi i bukës është dyfishuar mjaftueshëm, e largojmë nga ena, mirëpo hedhim miell në tavolinën e punës dhe më pas e kalojmë brumin dhe brumin e punojmë kështu në tavolinën e punës dhe e ndojmë në 2 pjesë të barabarta. Përsëri secilën pjesë e punojmë kështu në miell, hedhim miell nëse ka nevojë, japim formën e rrumbullakët dhe të lëmuar. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me pjesën tjetër brumit. Pasi u kemi dhënë formën e rrumbullakët, atëherë kështu me anë të duarve hapim pjesë të brumit apo kuleçt dhe i vendosim në tepsi. Në tepsi kam shtruar letër për pjekje dhe përsëri kështu bukë në tepsi do i hapim me duar. Mundohem që t'ja jap një gjerësi dikon rreth 20 cm dhe bukët pasi kam hap mallsinë e dëshiruar, i mloj me një pecetë kuzhine dhe i lë në ambient grodhome që përsëri të pushojnë për 30 minuta. Bukët për dytën herë janë dyfishuar rreth 25 minuta, ja largojmë pecetën dhe kështu me maje të gishtave fillojmë që t'i japim formë. Mirëpo do japim formë kështu 1 cm nga mbretësia e bukës. E marr një të verdhë të vezës dhe ja hedhi pak vaj. E përzi dhe me këtë mos do i lyje bukë nga pjesa e sipërme. Dhe sipër do ju hedhi fara. Këtu kam fara të zeza, kurse këtu kam fara liri dhe susami që i kam përzir. Farat liri dhe susami ja hedhi kështu nga pjesët anësore bukës. Del shumë bukur. Dhe tjetrës në këtë mënyrë ja hedhi. Dhe në mes do i hedhi farat e zeza. Kështu do shtoj vetëm disa. Dhe buka është gati për pjekje. E kam nxjerrë mirë furrën në 250 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki rreth 18 ose 20 minuta. Si meny kryesore kemi kofsha pule me orez. Në një tenxhere vendosim 3 kofsha pule. 2 kofsha pule do i vendosim në orez, kurse me një do e përgatis supën. Ja shtojmë 1 lugë e gjysmë të gjellës me vegetë. Dhe shtojmë dikon rreth 2 litra me ujë.
Tenxherës ja vendosim kapakun, lajmë një vrim të kaloj avllin dhe kofshat e pulës do i zinë dikon rreth gjysmore në temperaturë mesatare. Kofshat janë zihen mjaftueshëm, ja largojmë kapakun dhe i lajmë kështu në njërin skaj tavolinës punës derisa ta fërgojmë orizin. Pasi kofshat e pulës janë zirë, tash përgatisim orizin. Këtu në tepsi kam një qep, cilën e kam ngri, një qep mesatare, vendosi në zjarr, i hedhi vaj dikon rreth 60 ml, 50, dhe i zi zjarrin në temperaturë mesatare, fërgoj qepën derisa të fillojë ajo të marrë një ngjyrë kafe të hapur. Qepët kanë marrë një ngjyrë kafe të hapur, tash ja hedhim orizin. Orizin e kam larë dhe pastru më parë për arsye kohe. Tu kam 2 filxhana e gjysmë të kafës me oriz, filxhana të kafës turke me oriz, sepse jam duke përgatitur për 2 persona. Për sa persona përgatitni, aq filxhana të kafës soni me oriz. Vetëm se e fërgoj kështu për 4-5 minuta duke përzier vazhdimisht. Orizin e kam fërgu 5-6 minuta, tash filloj që t'ja shtoj lëngun e mishit, mirëpo në fillim lëngun e mishit kështu dhe kaloj në një kullojse, ja ulim pak temperaturën zjarrit dhe kështu e kalojmë gjithë lëngun derisa të mbuluhet niveli i orizit. Kam vendosur kofshat në mes të tepsisë dhe la kështu pi zjarr të qëndroj dikon 5 minuta. Dhe orizi është gati për ta futur në furrë të nxehtë 250 gradë, do e la për 20 minuta. Nuk i kam hedhur fare viget pasi lëngu i mishit ka mjaftueshëm. Patjetër në sofër duhet që të ketë sallatë. Unë këtu kam përgatit një sallatë shope, ku trongun edhe domaten i kam coptu, tash sipër do e vendosi vetëm se disa ulli, kështu në sallatë, dhe sipër do i bëj gjatë në rende. Dhe në fund përgatisim supën. Këtu kam lëngun e kofshave të pulës që më kanë ngelur dhe një kofshë pule e kam coptu, ja hedhi lëngut, nuk ka nevojë që t'i shtoj viget, pasi uji ka, po lëngu i kofshave ka mjaftueshëm viget, dhe ja shtoj një grosh me makarona të vogla, kështu coptuara, cilat janë për supë. Dhe vetëm se e lajmë në një temperaturë pak më të ulët, masën që të zihet për 5-6 minuta, e përzim në fillim dhe e zim kështu në një temperaturë mes të ultës dhe të mesmes për 5 minuta dhe supa do jetë gati. Dhe si ëmbëlsirë për këtë iftar kam baklavë. Recetën e baklavës e keni parë, baklavë me pejtë të gatshme e kam postuar në kanalin tim zyrtar. Jemi vetëm disa minuta para vaktit të iftarit, tash do e servojmë sofrën. Zoti na pranon lutjet dhe ditën e agjerimit. Ju falinderit gjithë ju motra që ndat kohë për këtë video. Besoj si ju ka pëlqyer mënyra se si kam përgatit unë iftar tradicional. Mirëmbëjtje, gjeni në recetën e radhës.